Ushqimi më i rrezikshëm për trupin tënd nuk është sheqeri. Nuk është pula e skuqur. Nuk janë as pijet me gaz. Ky ushqim fshihet pothuajse në gjithçka që ha. Ky ushqim shkakton diçka të quajtur stres oksidativ, që ndodh kur qelizat sulmohen nga molekula të paqëndrueshme të quajtura radikale të lira. Është si të ndryshken organet e tua nga brenda, ngadalë. Mëlçia, truri, zemra, të gjitha janë në një sulm të heshtur çdo ditë. Ky ushqim nxit inflamacion kronik, i cili çon në çekuilibër hormonal, sëmundje të zemrës dhe madje edhe kancer. Dhe pjesa më e frikshme? Shumica e njerëzve e konsumojnë këtë ushqim çdo ditë pa e ditur. Ky ushqim janë vajrat bimore nga farat, si vaj lule dielli, vaj kanola, vaj misri, vaj soje. Janë të lira, të përpunuara dhe të mbushura me yndyrë omega-6 të paqëndrueshme. Këto vajra nuk ishin menduar kurrë për konsum njerëzor, fillimisht u përdorën si lubrifikant industrial. Kontrollo etiketat. Hiqi nga jeta jote. Nëse natyra nuk e ka bërë,